Pavarësisht ndërtimit, duket se gjenerata 2026-2027 nuk do të ketë mundësi të fillojë vitin shkollor në bankat e reja. Jemi në Kumanov, në gjimnazin Sami Frashëri, nga ku shihet që ende po punohet, por me ritëm të ngadalshëm. Në vitin 2022, qeveria e Maqedonisë së Veriut mori vendim për ndërtimin e objektit të ri të gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov, ndërsa më 27 maj 2023 filluan zyrtarisht punimet, të cilat fillimisht u parashikuan të zgjasin deri në vitin 2025. Megjithatë, edhe në vitin 2026, ndërtimi i këtij objekti ende nuk ka përfunduar, ndërsa nxënësit vazhdojnë mësimin në kushte të vështira dhe ekziston rreziku që edhe gjenerata 2026-2027 të mos e filloj vitin e ri shkollor në objektin e ri, pavarësisht pritjeve të gjata dhe premtimeve që zgjasin prej vitesh. Në lidhje me këtë proces, drejtori i gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov, Nagri Rexhepi, thotë se objekti i ri i shkollës është në fazën përfundimtare të punimeve, por që detaje duhet të jap komuna si themelues i shkollës dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës si kontraktues me kompaninë e ndërtimit. Sipas tij, aktualisht po punohet në detajet teknike dhe rregullimin e brendshëm të hapësirave. Aktualisht punohet në detajet teknike dhe rregullimin e brendshëm të hapësirave. Ka mundësi që nxënësit ta nisin vitin e ri shkollor në objektin e ri, nëse punimet dhe të gjitha proceset përmbyllen me kohë. Nuk ka pengesa të qëllimshme, neglizhencë apo ndonjë obstruksion. Procesi kërkon koordinim mes institucioneve dhe kompanisë ndërtuese. Pjesa tjetër varet nga puna e kompanive që po punojnë në ndërtimin e objektit. Ne presim me optimizëm dhe jemi të përkushtuar që nxënësit të hyjnë sa më parë në ndërtesën e re. Ndërkaq, zëvendës ministri në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Driton Sulejmani, thotë se punimet në gjimnazin Sami Frashëri po vazhdojnë intenzivisht, por se janë shfaqur disa shpenzime të paparashikueshme që po kërkojnë zgjidhje përmes ribalancit të buxhetit. Ai shprehet se synimi është që nxënësit ta fillojnë në vitin e ri shkollor në objektin e ri në shtator, ndërsa në rast vonesash mund të ketë shtyerje deri në gjysmëvjetorin e dytë. Sulejmani thekson se projekti po realizohet në bashkëpunim mes Ministrisë dhe Komunës së Kumanovës, me angazhim maksimal nga të gjitha palët. Janë duke zhvilluar punimet për momentin në objektin e gjimnazit Sami Frashëri. Punimet po zhvillohen në mënyrë intenzive dhe pa ndërprerje. Sipas informatave që kam, për arsye se ka vetëm një muaj që jam në këtë funksion, ka disa shpenzime të paparashikuara të cilët kanë dalë tash për momentin dhe po mundohemi të gjejmë një zgjidhje që në periudhën ku do të kemi rebalans të buxhetit të sigurojmë edhe ato mjete. Mundet të ndodhë që për arsye teknike, për arsye të problemeve financiare me të cilet po përballemi, që eventualisht viti i ri nxënësit ta fillojnë maksimumin në gjysmëvjetorin e dytë, mirë po angazhimi jonë është që ta mbajmë fjalën dhe të fillojmë mësimin në shtator dhe po japim maksimumin që kjo edhe realisht të ndodhë. Ndërkaq, këshilltari komunal Huzeir Mustafi deklaroi se procesi ka filluar pas një marrëveshjeje politike dhe punimeve për dokumentacionin e financimit, por sipas tij tani ka mungesë vullneti për përfundimin e projektit, pavarësisht se ka mbetur shumë pak punë. Dilemat e tona janë o ka mungesë të vullnetit të qeverisë së re, gjë që është shumë normale sepse kjo duke analizuar subjektin politik që udhëheq me shtetin VMRO-DPMN, gjithmonë kur ka kësi tema që kanë të bëjnë me shqiptarët, ka qenë më rezervuar, ose ndoshta kalkulojnë për ndonjë vit zgjedhor të mundshëm që të bëhet objekti gati dhe pastaj ta lishojnë në përdorim në ndonjë kampanjë zgjedhore. Të dyja rastet do të ishte fatkeqësi sepse luajmë me fatin e fëmijëve, luajmë me fatin e nxënësve. Pavarësisht pritjeve dhe vonesave, objekti i ri i gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov ende nuk është të përfunduar. Institucionet shprehin optimizëm për përmbylljen e shpejtë të punimeve, ndërsa mbetet për tu parë nëse afatet e paralajmëruara do të respektohen dhe kur përfundimisht ky objekt do të marrë fund, duke u dhënë nxënësve kushtet e premtuara prej kohësh.